Shqipëria rrezikon një blackout në shërbimin e internetit. Rreth 1 milion përdorues të internetit në Shqipëri do të mbeten pa këtë shërbim, pavarësisht se një pjesë e konsiderueshme e tyre e kanë paguar atë. Shkak për këtë është vendimi i AKE për të prerë të gjitha lidhjet kablore nga shtyllat e energjisë elektrike. Heqja e këtyre kablove bëhet me qëllim për të përmirësuar nga pikpamja estetike e qytetit, por vendimi merret në mungesë të plotë të infrastrukturës nën-toksore për shtrimin e këtyre linjave. Në mungesë të një plani të tillë në të gjitha qytetet shqiptare, rezulton se 60% e këtyre linjave janë në shtyllat elektrike. Me një përllogaritë të thjeshtë, nga 1.78 milion përdorues të internetit në Shqipëri, më shumë se gjysma ose 1 milion përdorues do të mbeten pa internet nga prerja e tyre. Sikur të mos mjaftonin dhe problemet e shumta në infrastrukturën aktuale, shqiptarët nuk do të marrin asnjë shërbim për cilin kanë paguar. Në renditjen botërore të Internet Live Stat, Shqipëria renditet në vendin e 101 në botë me një shtrirje interneti që mbulon vetëm 56.47% të popullsisë. Vendi ynë lihet pas nga Greqia, Serbia, madje edhe nga Bosnia Hercegovina, me një infrastrukturë që mbulon 67.5% të popullsisë vendase.